Veturinat që hidhen përgjatë gjithë sistemit të kanaleve kulluese përfundojnë edhe në hidrovorin e vendosur në Myzeqe, ku pavarësisht pastrimeve të hershme, shkaktojnë probleme serioze dhe bllokime të vazhdueshme. Në këto kanale mund të gjesh mbetje plastike, inerte, pjesë automjetesh dhe orendi shtëpiake, të cilat gjatë ditëve me rreshje shiu sjellin problematika të shumta deri në përmbytje. Këto pamje i përkasin rrjedhës së kanalit që nis nga rezervuari i Thanës dhe përshkon në 7 fshatra deri në brendësitë të qytetit të Lushnjës. Në shumë ura dhe ngushtimet e tij, grumbujt e mbetjeve plastike janë të dukshëm, ndërsa mungon reagimi i institucioneve për të zbatuar ligjin ndaj ndotësve. Ky kanal shërben për vaditje gjatë sezonit të verës për shumë toka bujqësore në Myzeqe, por sot për shkak të papërgjegjshmërisë së disa banorëve përgjatë fshatrave që përshkon, është kthyer në një landfill të hapur, ku hidhen mbetje dhe plastika të llojeve të ndryshme. Fermerët e Myzeqes kërkojnë ndërhyrje urgjente për pastrimin e kanalit dhe ndëshkimin e ndotësve. Situata rrezikon seriozisht sezonin e vaditjes dhe sigurinë e zonave përreth. Pa masa konkrete, problemi mbetet i përsëritur dhe i pakontrolluar.